Ka filluar turneu memorial I boksit Vllaznia 2025, sapo është mbyllu dita e parë me presidentin e boksit të Vllaznisë Mondi Ndou. Je Herazi edhe promotor në organizimin e spektaklit të ditës së tretë do të jetë për boksin profesionist. Mondi, një ambient festiv si gjithmonë boksi afër një gjë të tillë. Siç e kena premtuar gjithmonë, mundona me bëj gjëra të bukura. Këtë radhë kena filluar me memorialin, boksin amator dhe të dilën që janë finalet e boksit profesionist. Shpresojmë të kenë një atmosferë të jetë bukur. Natyshëm që vëmendja juaj është boksi profesionist, janë 3 duelet e dielën, por ndërkohë duke qenë dhe presidenti I Vllaznisë, 2 fitoret e sotme të boksierëve kuqe blu janë të rëndësishme që përfaqësojnë Shqipërinë. Janë shumë të rëndësishme se prej aty fillon dhe boksi profesionist. Fillojnë rritjet, atë që përkërkojmë nga shteti dhe nga bashkitë, që të rrisim sa më shumë talentet e reja, se duke filluar me talentet e reja, arrim të rrisim me boksin profesionist. Diçka për ditën e tretë, për ditën finale që do të jenë 3 duelet spektakolare të boksit profesionist. Mund të zbuloni diçka nga organizimi? Po, siç e thash, janë 3 duele shumë forta, të zgjedhura në veçanti nga ana jonë. Janë nga Gjermania dhe nga Spanja, që janë për Alban Beqirin dhe Senadrinin Nesha Dark me boksierin gjerman. Edhe Julia Igel që bokson për Fist of Fire, që vjen nga Zvicra dhe bokson me një nga Colombo Italia, që është kampion në Itali. Janë shumë neshe të bukura të forta dhe të hapun ashtu siç e kam premtuar. Mondi, ju jeni me banim në Gjermani, aty ku keni edhe aktivitetin privat, jeni mes Shkodrës, Shqipërisë dhe Gjermanisë. Si duket bashkëpunimi me klubin Vllaznia si presidenti I boksit shkodran? Klubi Vllaznia është bashkëpunim shumë I mirë, si dihet është edhe Axha që është shumë makullajt edhe për ne që ta bashkëpunojmë. Por shpresojmë që të arrisim gjithë Shqipërinë. Se duke rritë në gjithë Shqipërinë me talentet e reja atë që thash, aty fillon sepse po fillojnë në Europë gjithmonë po largohen dhe Shqipëria e ka talentin, por vëmendja është gjithmonë vetëm te futbolli. Ai futbolli po penalizon shumë sporte të tjera, po I lën masdoret, I baj thirrje Federatës Shqiptare boksit edhe të sporteve të futbollit që të japin pak mbështetje edhe ekipeve tjera, si volejboll, basketboll dhe gjithë sporteve tjera, si nuk është veç futbolli. Mundi të thatë Axha, po sa për informacion të publikut, ju një nipi I boksierit mau dhe tashmë trajnerit e mi njohur Zevgjori, sa e lehtë apo e vështirë është bashkëpunosh me Axhën apo me Xhaxhajn si thuhet gjuhën letrare? Nga ana familjare është e vështirë bashkëpunosh nga ana sportit, sepse ka gjithmonë fërkimin nga ana sportit, gjithmonë që dalin gjithçka 100% dhe e bukur. Ka gjithmonë ata konflikte, por është e bukur sepse vjen nga një traditë, sikur dhe Xhaxhaj Nozgjoni, edhe me këtë ardhje të gjithë nga memoriali, ata boksiera që I lanë shumë për Shqipërinë, jam I përullur nga, si ta thame ashtu për memorialin, që po organizojmë edhe për ta figurat të mëdha të boksit shqiptar, kena nderin të ja shpërblejmë sa do pak. Mundi, faleminderit, suksese Faleminderit ju. aktivitet. Faleminderit.